Vonesa në miratimin e akteve për rivlerësimin e banesave solli një stepje të individëve që kërkonin kredi për blerje banese. Një muaj më parë, Banka e Shqipërisë raportoi se trendi i huas në këtë sektor ishte në rritje krahasuar me vitin e shkuar, por kurba pësoi një rënje me 1.4%. Megjithatë, nisja e procesit ka sjellë një çlirim të tregut. Ka qenë muaji mars që ka përmirësuar sektorin dhe një rekord të ri të kredive të miratuara, ku rritja shkoi në 18.2%. Institucioni qendror financiar saktëson se shtesa më e lartë është në borxhin në lek, krahasuar me monedat e huaja. Duket se të dhënat tregojnë se rritja e çmimit për pronat e paluajtshme nuk ka sjellë një efekt negativ, ndërsa më herët është raportuar edhe për një rënje të banesave që kishin mbetur pashitur. E sa i përket kursit të këmbimit, leku ka vazhduar të fitojë terren, por me një situatë të stabilizuar thuajse e njëjta me nivelin e 3 muajve të parë të vitit të shkuar. Konkurrenca mes bankave dhe rritja e depozitave nga qytetarët dhe kompanitë ka bërë që dhe normat e interesit të jenë të qëndrueshme, madje Banka e Shqipërisë i konsideron të ulta. Interesi mesatar për kredin e re në lek dhëm biznesit rezulton në 6.5%, por më të lira kanë qenë ato për huat e mëdha. E sa i përket kredisi hipotekare të dhënë për individ, norma e interesit rezultoi në 3.9%, thuajse e pandryshuar, madje edhe në rastin kur qytetarët kanë kërkuar mbështetje financiare për konsum, norma ka shënuar një rënje të lehtë.